Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me turizëm. Një nga sfidat kryesore të sektorit të turizmit mbetet sigurimi I fuqisë punëtore, por sipas kreut të operatorëve turistik Vasil Bedinaj, pas shfrytëzimit të rëndësishëm të tregut lokal, tashmë shumë biznese kanë përfunduar te kontratat me punonjës të huaj, ndërsa pagat janë rritur ndjeshëm, duke nisur nga kamarierët deri tek profesionistët e tjerë në hoteleri turizëm. Vlora ka çelur tashmë zyrtarisht sezonin turistik, ndërsa pritshmëritë për këtë verë duken pozitive. Krahasuar me një vit më parë, operatorët turistik shprehen optimist për fluksin e vizitorëve, duke theksuar se rezervimet kanë nisur herët dhe interesi për Rivierën shqiptare vijon të rritet nga sezoni në sezon. Një nga sfidat kryesore të sektorit mbetet sigurimi I fuqisë punëtore. Sipas kreut të operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedinaj, tregu lokal I punës është shfrytëzuar pothuajse tërësisht dhe për këtë arsye shumë biznese kanë përfunduar tashmë kontratat me punonjës të huaj. Pjesa më e madhe e tyre vijnë nga Myanmari, Egjipti, Turqia, ndërsa punësimi I tyre shihet si një zgjidhje për të përballuar sezonin intensiv veror dhe mungesën e stafeve në shërbime. Vlora e ka çelur tashmë në sezonin turistik, që javën e kaluar, po shohim dhe pritshmëritë për sezonin në vazhdim do të jenë të mira. Kemi rezervime të shumta dhe mund të themi një rritje nga viti I kaluar. Patjetër që kemi muaj që po merremi me burimet njerëzore, kemi ndjekur të njëjtën në rrugë që kemi ndjekur dhe vitin e kaluar, kemi shfrytzuar në maksimum tregun lokal, që do thotë jemi shtrirë jashtë kufive të Vlorës, kemi shkuar Fierin, Elbasanin, Beratin, por kemi përfunduar te kontratat me punonjës të huaj. Po të shihni në gjitha strukturat e Vlorës, kemi tashmë punëtorë të huaj të ardhur nga vende të ndryshme, nga Myanmari, nga Filipinët, nga Turqia, nga Egjipti, dhe kemi menduar që kjo do të jetë zgjidhja për këtë vit edhe në vitin e vazhdim. Pra, kemi shfrytzuar në maksimum tregun lokal, nuk kam qytetarë që kërkojnë një punë dhe nuk e kanë një punë, por kërkesat tona janë më të larta se ato që ofron tregu. Paralelisht me kërkesën në rritje për staf kanë ndryshuar ndjeshëm dhe pagat në sektorin e turizmit. Operatorët pohojnë se vitet e fundit pagat janë rritur ndjeshëm, duke nisur nga kamarierët e deri tek profesionet e tjera të hotelerit turizmit. Trendi I viteve të fundit ka qenë në rritje, pagat e punonjësve për çdo sektor, për çdo profesion janë minimalisht dyfishuar, pra mund të themi që nuk ka më punë për një shërbim kamarierësh me 40 apo 50.000 lekë. Por roga e një kamarieri ka shkuar deri në 70-80.000 lekë, po themi për kamarierin normal dhe jo ata me eksperiencë, të cilët e kanë pagën shumë më të lartë. Pra në tërësinë e vet, të gjitha pagat në sektorin e turizmit janë dyfishuar dhe është ajo që kemi thënë dhe vitin e kaluar. Pra nuk kemi problem se nuk po I kënaqim punonjësit me paga, por kaq janë available sistemi apo kaq janë që kërkojnë një punë dhe ata kanë ardhur. Pra nuk është se s'ka punonjës se nuk I paguajmë, por I kemi shfrytzuar në maksimum, ashtu siç e dinë të gjithë, sektori I turizmit nga viti në vit po rritet, strukturat po rriten, kërkesa për burime njerëzore po rriten, kështu që ndaj dhe kemi përfunduar duke marrë punonjës të huaj. Përballë një numri turistësh që vitin e kaluar kaloi shifrën e 13 milion vizitorëve në rang kombëtar, shtimi I kapaciteteve akomoduese shihet tashmë si domosdoshmëri. Mund të themi që pronontimet janë bërë shumë, nuk jemi në numra të kënaqshëm për të përballuar të gjitha kërkesat që ne kemi, pra qyteti I Vlorës apo qarku I Vlorës vuan për njësi akomodimi, sa më shumë të kemi aq më mirë do të jemi, por mund të them që deri në këto momente strukturat që kanë nxirr dhoma në shitje para fillimit të sezonit I kanë uzauruar. Mund të jap shembull që ka hotele që janë shitur deri në 80% të tyre. Pra kërkesa për hotele apo njësi akomodimi janë shumë herë më të larta se sa ato që ne kemi. Por jemi prapë optimist sepse në vitin e fundit janë dhënë me 10 leje ndërtimi të reja për hotele brand që me shumë dëshirë presim që të fillojnë dhe të futen në funksion, kuptohet brandet nga të më të mirat të Europës apo dhe të botës. Pra projektet dhe investitorët që janë ofruar në Vlorë, që kanë marrë dhe leje ndërtimi dhe kanë filluar të zhvillojnë këto struktura, do të jemi në një panoram krejt tjetër mbas 5 vjetësh mund të themi. Mund të edhe trefishohemi si numër. Dhe kjo për faktin që aeroporti I Vlorës një ditë do të hapet, është në përfundim e sipër.
shpresojmë dhe urojmë që të mbaroj dhe ato procedurat e tyre që ata kanë. Dhe duke i bërë të dyja bashkë, mendoj që Vlora vërtet do të jetë një qytet turistik ashtu siç edhe kemi menduar. Kështu sipas operatorëve turistik në territorin e Bashkisë së Vlorë dhe në të gjithë qarkun janë dhënë tashmë një sër lejesh ndërtimi për hotele dhe struktura të reja akomoduese, të cilat pritet të shtojnë kapacitetet pritëse në vitet në vijim. Megjithatë, krahas investimeve, bizneset kërkojnë dhe më shumë vëmendje ndaj infrastrukturës, menaxhimit të trafikut, furnizimit me ujë dhe hapësirave publike për të garantuar një sezon turistik sa më cilësor dhe të qëndrueshëm. Shqipërinë e vizituan mbi 2.5 milion të huaj në 4 muajt e parë të vitit. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në raport me të njëjtin periudhë kohore të një vitit më parë, hyrjet e turistëve nga jashtë janë zgjeruar me 5%. Shqipërinë e vizituan mbi 2.5 milion të huaj në 4 muajt e parë të vitit. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në raport me të njëjtën periudhë kohore të një viti më parë, hyrjet e turistëve nga jashtë janë zgjeruar me 5%. Kryesisht janë turistë për herë të parë, por ka dhe nga ata që vijojnë të kuriozohen e të vizitojnë pjesë të tjera të vendit. Mësohet se pjesa më e madhe, gati gjysma e tyre janë nga Kosova, duke konsideruar besnikërinë e qytetarëve të vendit tjetër shqipfolës. Ngjashëm me vitin e shkuar, lista pasohet nga italianët dhe malazezët, peshë të konsiderueshme në totalin e turistëve që kanë vizituar vendin në 4 muajt e parë të vitit së zënë, edhe pushuesit nga Maqedonia e Veriut, nga Greqia, Anglia, Turqia, Serbia dhe Polonia. Prilli rezulton si muaj më i mbar që nga fillimi i vitit për turizmin. Vendi rezulton ta kenë vizituar gati 900.000 të huaj. Në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë, shifra është zgjeruar me gati 9%. Projekti për lidhjen e transballkanikes me portin detar të Vlorës, një tjetër vepër infrastrukturore e cila po zvarritet në qytet duke kapërcyer çdo afat të mundshëm. Bëhet fjalë për vetëm 15 metra segment rrugor nga të dyja krahët, i cili vijon të jetë i parehabilituar tashmë prej muajsh. Projekti për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës, një tjetër vepër infrastrukturore e cila po zvarritet në qytet duke kapërcyer çdo afat të mundshëm. Kjo përpasoj se lidhja e transballkanikes me portin detar të Vlorës ende nuk është kthyer në funksional, pasi në pjesën fundore të këtij projekti në lagjen 1 Maj, aty ku edhe lidhet me Lungomare 4, një pjesë e rrugës ka mbetur ende pa u rehabilituar. Bëhet fjalë për vetëm 15 metra segment rrugor nga të dyja kahet, i cili vijon të jetë i parehabilituar tashmë prej muajsh. Në muajin mars të këtij viti projektin po e pengonte një vilë 3-katëshe e cila u shemp më në fund, por megjithëse nuk kanë kaluar shumë muaj, kjo pjesë ku më parë ishte vila vijon të mbetet amortizuar. Projekti për lidhjen e aksit transballkanike me zonën e portit detar të Vlorës dhe pikërisht me plazhin e vjetër dhe Lungomaren vijon që të mos jetë funksional. Kjo për shkak se punimet janë pezull prej muajsh për një hapësirë fare të vogël, vetëm disa metra pas shpinës time, e cila më parë ka qenë një ndërtesë 3-katëshe, por ndërtesa u shem, por firma nuk ka marrë ende masat për rehabilitimin e këtij segmenti rrugor për ta kthyer funksional për qytetin. As thuaj se 3 muaj nuk kanë mjaftuar firmës se cila po realizojnë këtë projekt të rehabilitoj vetëm 15 metra linear të rrugës. Pas shembjes së vilës 3-katëshe në zonë, sipas informacioneve nuk është punuar për asnjë ditë të vetme, me punimet që po zvarriten. Kjo gjë ka bërë që automjetet që shkojnë në drejtim të portit detar të Vlorës apo Lungomare 4 të kenë mundësi qarkullimi vetëm në një korsi. Mjetet më pas kthehen në po të njëjtin drejtim duke u bërë edhe burim aksidenti. Mos rehabilitimi i kësaj pjese ka bërë që lidhja e transballkanikes me portin detar të Vlorës, një nga projektet më të rëndësishme për qytetin, të kthehet në një parkim automjetesh e të mos kryej asnjë funksion tjetër. Në nisje të këtij sezoni veror, transporti urban në qytet vijon të mbetet një problematik. Qytetarët përdorues të këtij transporti ankohen për orë pritjeje, por edhe për mungesën e infrastrukturës së duhur në stacionet e urbanëve. Megjithëse jemi tashmë në sezonin veror, transporti urban në qytet vijon të jetë një gangrenë e vërtet. Qytetarët e Vlorës, ata të cilët e përdorin çdo ditë këtë shërbim, siç tregojnë edhe vetë, detyrohen që për minuta me radhë të presin në vende ku nuk ka asnjë stres, në mes të diellit apo edhe të shiut. Qytetarët thonë se më shqetësues është edhe fakti se nuk ka asnjë informacion si mbi oraret e linjave brenda qytetit.
Kjo situatë sipas tyre rëndon edhe pushuesit, të cilët nuk kanë as informacionin më të vogël mbi oraret apo edhe destinacionet. Kjo problematik sipas qytetarëve ka vite që nuk përmirësohet, por po ashtu është tepër i domosdoshëm që qyteti të ketë stacione të mirëfillt autobusi, pasi shërbimi urban përdoret gjërësisht në sezonin veror, e lë një shije të hidhur për pushuesit vendas të huaj. Duhet të ketë, patjetër duhet të ketë, se nuk ka. Pres, e përdor urban, e përdor rallë. Si janë kushtet? Si mbas orare që kanë ata 10 qerekore, vinë normal. Po ju e dini Po unë orari? them, jo, nuk ka. Ka qenë një atje poshtë edhe hoqen. Tash neve vim këtu. Ai duhet ishte ai stacioni atje. Sa e vështirë është? Shumë e vështirë është bie nënës. Oraret? Oraret, ne çfarë themi ne po rrim, po presim. Sa prisni? Po edhe gjysmore pret. Ç'të bësh? I di oraret? Do me thënë... Ja, nuk e di, ku e di nëna, nuk e di ja. Ja, si shikon vetë, ç'të të themi neve. Gjëno një hije dhe futa, si sëri do, dhe? Ja, Në je po ime. Tani e vështirë, po masi do rregullohet. Asi do rregullohet. Duhet ishte reguluar kjo? Po duhet se tani atje për shumë pa një strek kur bie shija ne vim futemi në çadëret të këto. Po masi do i rregullohen çfarë. Masi më mira do bëj ku do. Edhe tani që është behar, djeli është prapë. Ja ne zëm këto hijet. Tabela informuese Jo, orare? s'ka, nuk ka jo. Vetëm iki me amëndje për shumë që mund të ketë se mund të ketë pa djetë, mund të ketë shumë. Su regulua, do ngelemi kështu si jemi. Është në nivellet e dura? Po jo, qa nive, atje nuk ulesh do të ato se dilet autobusit, pse për një fshes të vogël nga ato, të pastroj një qik ato se dile, po tër plura e tër pislëqe. Që atje në autobus brënda. S'ka tënda dhe stola, ajo po, është e vërtet, duhet të ketë. Nuk ka as orare autobusi? Orare ma se ka, po stola këtu nuk ka, as të një tëndë. Kjo po mungon. Ju jeni të informuar për oraret, se në do i... Jo. Duhet këtë tënda? Po pa tjetër dhe stola. Tani ka dhe në një ashtu se behar, ka lëdhilje. Se këtu kur ju po qëndroni po prisni autobus? Unë tani sa erdha. Ka si tabel orientuse? Për këtë, ne e dhim që i vëndas, e dhim që këtu stacioni autobusit, dhe dhim. Do një huaj pasë me të pjotur. Po e kjo se ke, qa do bësh? Do presë zbëm. Pse kjo situatë? A, ti parcijat po. Ja, ku ka tabelat, ku dhe gjesh? Nga e di që është Ja, shikojmë ndalën, pipi. Qa do bëjmë? Turisti të mësoj gjunë, pa të vi këtu. Ja, ne jemi pa orar, s'kemi orar. Shka orar, që do më rani? A, sa vështirë është. Po e ketë vështirë, ikë mos prejtë. Se ke rejtë. Qa do bëjmë? Kur të zë, në dhe mash. Duhet përmirësuar, po kur takim të përmirësojmë, pa mire këti. Vlen të theksohet edhe fakti se megjithëse kushtuan miliona lek, tabelat informuese për oraret dhe destinacionet e shërbimit të transportit urban, asnjë ditë vetme nuk kanë funksionuar. Në qytet dhe në zonat që janë rehabilituar së fundmi, nuk janë ndërtuar streza të posaçme për të pritur udhëtarët. Besimtarët musliman festojnë të mërkurën Kurban Bajramin, një fest që simbolizon sakrificën dhe ndërgjegjësimin. Gjatë një interviste për Blu Televizion, muftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku ka uruar të gjithë besimtarët e Vlorës dhe të mbarë Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e veçantë që ka kjo ditë. Besimtarët musliman festojnë të mërkurën Kurban Bajramin, një fest që simbolizon sakrificën dhe ndërgjegjësimin. Muftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku, teksa ka uruar të gjithë besimtarët në Vlorë, por dhe mbar Shqipërinë, ka theksuar rëndësinë e veçantë që ka kjo ditë, si festa e bindjes ndaj Zotit të gjithësisë. Në radhë të parë, ju uroj të gjithë besimtarëve musliman të Vlorës dhe mbar shqiptarëve kudo që ndodhen, gëzuar festën e Bajramit të Kurbanit. Festa e Bajramit të Kurbanit është festa e sakrificës, është festa e ndërgjegjësimit dhe e bindjes ndaj Zotit të gjithësisë, është shembulli i Ibrahimit, pejgamberit ton, i cili ju përgjigj urdhrit të Zotit bashkë me të birin e tij. Kjo është në fakt ajo shenja e të flijuarit të vetvetes së njeriut, por Zoti ja ka ndaluar që njeriu ta flijojë vetveten për shkak të mëkateve që ka bërë, dhe si simbolik i ka dhënë të bëjë një kurban. Pikërisht nesër është kjo ditë. Dhe kjo ditë është dita e solidarizimit të njerëzve njëri tjetrin, familjarët, të afërmit, nevojtarët,
të gjithë bashkë, në mënyrë që të festojnë dhe të gëzojnë të gjithë së bashku, sepse nëse një nuk gëzon, nuk do të gëzojnë askush. E nëse një gëzon, pse mos gëzojnë edhe të tjerët. Prandaj, një për të gjithë bashkë edhe kur ne jemi bashkë, jemi edhe më të gëzuar. Miftiu Ardit Hoxhallaku ka bërë të ditur se falja Kurban Bajrami do të kryhet të mërkurë në mëngjes. Edhe këtë herë ceremonia do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit, duke nisur prej orës 6:40 minuta. Ceremonia fillon në orën 6:40 minuta, nesër tek Pallati i Sportit Flamurtari dhe namazi i Bajramit falet në orën 7. Edhe një herë ju uroj gëzuar festën e Bajramit të Kurbanit. Besimtarët musliman festojnë kështu të mërkurën Kurban Bajrami, një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe ndërgjegjësimin shpirtëror. Hetimi për ndërtime dhe shpërdorim detyre në zonën e Sarandës. Prokuroria e Sarandës ka lëshuar 12 masa sigurie ndaj disa personave, mes tyre punonjës policie, oficer, inspektor dhe biznesmen. Prokuroria e Sarandës ka lëshuar 12 masa sigurie ndaj disa personave, mes tyre punonjës policie, oficer, inspektor dhe biznesmen në kuadër të një hetimi për ndërtime dhe shpërdorim detyre në zonën e Sarandës. Siç mësohet, mas sigurie caktuar dhe për krye inspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Sarandë, Eduard Veliu. Në listën e personave ndaj të cilëve janë marrë masa përfshihet dhe biznesmeni Papa, i lidhur me objektin Oaz, si dhe Koçiu, oficer policie. Ndërkohë është arrestuar dhe Shkrepa, specialisti policisë në Ksamil, ndërsa ndaj Satkës është caktuar masa e sigurisë arrest në Burg. Mas siguri është vendosur dhe për biznesmenët Drami dhe Bajo, lidhur me një objekt për të cilin më herët u arrestuan 4 oficerë të policisë së shtetit, mes tyre dhe ish shefi i policisë së Sarandës. Mas siguri edhe për ndërtuesin Koshi, i cili dyshohet se ka ndërtuar dykate pa leje në qendër të Sarandës. Çështja është e lidhur me arrestimet e mëparshme të zyrtarëve të policisë së Sarandës. Policia rrugore ka vendosur 9 masa administrative ndaj mjeteve të tonazhit të rënd që qarkullonin me targa të huaja në qytetin e Vlorës. Siç mësohet, mjetet ndaj të cilëve janë vendosur këto masa janë të kompanisë A2 Group, të Valon Ademit që transportojnë inerte në drejtim të aeroportit. Policia rrugore ka vendosur 9 masa administrative ndaj mjeteve të tonazhit të rënd që qarkullonin me targa të huaja në qytetin e Vlorës. Bëhet të ditur se mjetet ndaj të cilëve janë vendosur këto masa janë të kompanisë të dyja grup të Valon Ademit që transportojnë inerte në drejtim të aeroportit që po ndërtohet në qytetin bregdetar. 3 mjete janë gjobitur me nga 2.4 milion lek të vjetër për mos vendosjen e tahografit, 5 mjete të tjera janë gjobitur me nga 450.000 lek të vjetër për mungesën e mbulesës dhe dalje në rrugë të inerteve, ndërsa një mjetër gjobitur me 120.000 lek të vjetër për mungesë të targës në pjesën e pasme. Drejtuesit kanë afat 15 ditë për të shlyer masat administrative me 15% ulje dhe për të paraqitur pranë seksionit të qarkullimit rrugor për tërheqjen e dokumentacionit. Nëse brenda 30 ditëve masat administrative nuk shlyen, policia rrugore do të vijojë me ndalimin administrativ të mjeteve. Prej rreth një jave, punonjësit e kompanisë të dyja grup të Valon Ademit po vijojnë përplasjet me punonjësit e kompanisë Mapco të Bexhet Pacollit, teksa së bashku me policinë nuk po i lejojnë të fundit të hyjnë në godinën e aeroportit që po ndërtohet në Vlorë. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, i lutem na ndiqni në rrjetet tona sociale, si dhe në faqen tonë zyrtare Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.